Banorët në fshatin Guci e Re vuajnë mungesën e ujit të pishëm prej 30 vitesh, sipas tyre puna për shtrirjen e tubacionit për furnizimin e zonës me ujë ka nisur prej 3 vitesh, por me robinetat e tyre ende nuk ka ujë të pishëm. Ato thonë se detyrohen të blejnë ujin ose të udhtojnë me kilometra të tërë drejt burimit të fshatin Vrak të Malësisë së Madhe. Ja, ujë s'ka na kanë punë dozorrat e 3 vjet i këshirim për kundër aty. Ujë s'ka. Thonë pe bjem herë si met, herë mot. Ku të mujmë me bidona? Qa ka në dhe bo? Ashtë e vështirë? Po e vështirë është, pas 70 vjeç me shko më morë bidona në Vrak. S'ka tjetër, ose me pjuj pusit që spihet. Kena pusat që kena pas tash 50 vjet, 100 vjet, pusat 200 vjet. Po atë ujë se pim. Ka dyqani ujë bëll, pensionet e mira i kena, pim 2 kile ujë në ditë burre gru, nuk bëhat nej nami mas. Ujë qysh se ka ikaj, qysh se ka ikaj, era me të post, gjagji. Qysh se ka dik gjagji e kënej, a prish drejtimi ujtë. Ta thonë për gjajmi i drejtim më të mirë dikun kënej ka pas tripa, se ne këna pas ujtë e rjollit. Ujë që e pirë në bosat, atë ujë. Banorët e zonës apelojnë ndaj institucioneve që të mos trajtojnë si dorë dytë, pasi jetojnë vetëm 6 kilometra larg qytetit dhe në këtë zonë jetojnë rreth 200 familje. Ata kërkojnë që projekti i nisur për këtë fshat të përfundojë sa më parë. Si zgjedhje alternative, banorët janë detyruar të krijojnë depozita private për të furnizuar me ujë pa ndërprerje.